Selam aleikum shikues të dashur të Radio Televizionit Iliria, e kemi edhe sot muslimanet në përbot emisionin ton të Ramazanit, i cili është i parafundit për këtë muaj të bekuar. E kemi në lidhje nga Zvicra Elfete Qitoku Sinani, teologe, e cila do të na tregoj për agjërimi në Zvicër, aktivitetet e saj si mualime e xhamis, si pjesë e klubit apo grupit të teologëve atje. Për matutje po lidhemi me Elfeten. Selam aleikum Elfete. Aleikum selam. Mirë se erdhe, faleminderit që e ke pranuar ftesën. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi edhe për mua që jam pjesë e programit tuaj. Njëkohësisht i uroj gjithë muslimanit për muajin e shenjtë Ramazanit dhe lut Zotin xhaleshanu që këto pakti që na ka mbetur të shfrytëzojna sa më shumë për ta forcuar lidhjen tonë me Zotin. Amen inshallah. Elfete, a mundesh me fillu me na tregu si zakonisht qysh është ndjesia e Ramazanit për ty, me qenë në një vend ku publikisht ndoshta Ramazani nuk ndjehet? Në Kosovë Ramazanin ndihet shumë më mirë, edhe me njëherë sa del nga shtëpia, atmosferën e Ramazanit e ndjen edhe në rrugë. Dhe njerëzit janë shet që shumica e familjarëve dhe rrethit janë agjërueshëm. Përndryshe nga këto që në rrugë atmosfera e Ramazanit mungon edhe ndëgjimi i ezanit me cilin je mësuar të ndëgjoj 5 herë në ditë dhe ato shkuarit në xhamit shpeshta, sepse unë kam pasur xhamin shumë afër në Kosovë dhe kumplituar Ramazanin shumë me një ndjesi ma të mirë, sidomos në rrugë dhe në shoqëri. Këtu në Zvicër është pak më ndryshe, sepse në publik nuk ndihet aq shumë ndjesia e agjërimit dhe në Zvicër duhet të kërkosh më shumë vetë dhe ta kultivosh vetë në shtëpi, edhe gjithashtu më shumëti që ndihet ajo aroma Ramazanit, duhet ta kërkosh padyshim edhe në Zvicër që ka një numër të madh të xhamiave këto. Elfet, këto që e përshkruve, a të bën mundje ma përmbushur shpirtresht apo ma e vetmune? Personalisht ndihem më e fortë shpirtresht. Këto kur jeton një diasporë ndoshta e përjeton edhe me më shumë vetdije Ramazanin. Shpesh në vendlindje disa gjëra të ngrehen edhe i bën edhe nga atmosfera e shoqërisë, sepse jenë atret. Ndoshta këtu është më shumë ajo lidhja jote me Zotin dhe kjo bën Ramazanit që ta ndjesh më shumë shpirtresht. Megjithatë, ndonjëherë ndihet shumë edhe mungesa e familjes dhe atmosferën që kena përjetuar në vendlindjen tonë. Cila është sfida më e madhe Elfet që e ke përjetuar gjatë Ramazanit atje? Ndonjë sfidë nëse të kujtohet? Sfida më e madhe për mua ka qenë ritmi i jetës dhe mungesa e familjes, si qetësika dhe ndëgjimi i ezanit. Kam pasur fatin të jetoj në një rreth ku praktikohej feja islame dhe e kam pasur xhami shumë afër dhe shkuarja e namazeve 5 herë në ditë në xhami si e re. Ramazani i parë jashtë vendit më ka bërë me hasur shumë sfida, por me kalimin e viteve elhamdulillah jam adaptu edhe i kom kërkuar vendit ku atmosfera e Ramazanit na ka bën ta përjetojna ndryshe. Megjithatë edhe këtu kam ardhur tek një familje muslimane që janë praktikues gjithë të fesë islame dhe kjo më ka ndihmuar që ta adaptohem edhe ma lehtë në Zvicër. Po, Elfet, a është Ramazani atje më shumë lodhje fizike, a është mungesë atmosfera apo presion social? Qysh e ndjen ti më shumë? Do të thosha se më shumë është lodhje fizike, sepse këtu në Zvicër janë të angazhuar shumë njerëzit me punë dhe kanë përgjegjësi. Atmosfera e Ramazanit nuk ndihet edhe shumë, por padyshim është një lehtësim, sepse këtu xhamiat e kanë një atmosferë shumë të veçantë dhe na bën që ta ndjenja sadopak atë mungesën që na mungon këto mbledhjet në xhami na bojnë një atmosferë me ndije shpirtresht edhe më ndryshe, sepse këtu në Zvicër xhamit nuk shërbejnë vetëm për mu fal, por shërbejnë shpesh herë mas taravive në gjitha motrat në gjitha xhamiat në Zvicër. Gjitha motrat ulen, pinë çaj, kafe, disa prej nënave dhe motrave shpesh herë bini edhe ushqime tradicionale, e cila na lehtëson ta përjetojna sadopak atë Ramazanin që ato ndjenja që na mungojnë këto
në Zvicër dhe kena bën që ta ndina një Ramazan ma të plotësum edhe me një atmosferë shumë të mirë. I përmendë xhamiat e shqiptarëve, aktivitetet, angazhimet, unë e di që ju jeni edhe mualime apo mësuese në njërin prej xhamive atje. A mundesh Elfet me na tregu për kontributin edhe punën tonë që ti e bën? Zvicër kemi fatin që kemi Bashkinë Islame, KMSH-n, e cila luan një rol shumë të rëndësishëm në organizimin e jetës fetare dhe kombëtare. Falë për kushtimit të shumë hoxhallarëve dhe teologëve, shumë tradita fetare dhe kombëtare janë ruajtur dhe vazhdojnë të kultivohen në xhamia. KMSH-ja organizon shumë aktivitete fetare dhe shkëndësore gjatë vitit, e sidomos gjatë muajit të Ramazanit. Pashtu këtë vit është formuar edhe forumi i grave, ku një numër i madh i teologëve dhe mualimeve kontribojnë për komunitetin dhe shoqërinë. Kur jeton jashtë vendit, njerëzit që ndajnë të njëjtën emision shpesh bëhen edhe familja jote e dytë. Ne në xhami organizojnë ligjërata, tribuna dhe aktivitete të ndryshme, që na afrojnë më shumë me njëra tjetrën dhe krijojnë një atmosferë shumë të bukur të Ramazanit. Gjatë muajit Ramazanit, këtu në xhamia organizohen iftare të ndryshme. Kemi edhe iftarin tradicional me hoxhallar dhe teologë, që është për çdo vit. Gjithashtu nëpër xhamia organizohen edhe iftare enkas vetëm për gjinin femrore, gjithashtu ka iftare edhe për fëmijët. Dhe Ramazanin e shfrytëzojnë shumë xhamit për thirrjen ftoj njerëz nga Kosova dhe Maqedonia, të cilët na bin edhe ata në atmosferë ta përjetojna edhe më të mirë. Këtu në Zvicër, siç e theka, xhamia luajnë edhe role tjera. Në xhamia, përveç se mësimet fetar që zhvillojnë fëmijët nëpër klasa, gjithashtu mësojnë edhe gjuhën shqipe dhe kanë aktivitete ndryshme. Gjatë muajit Ramazanit kisha me cek edhe me fëmijët bajna edhe rregullimin e xhamisë, e zbukurojna xhami për muajin e shenjtë Ramazanit. Gjithashtu për fëmijët e vegjël, xhamit e kanë veçuar një dhomë me lodra të vogla, që njëkohësisht ajo shërben edhe për aktivitetin e fëmijëve dhe gjithashtu një lehtësim për nënat që kanë fëmijë të vegjël dhe mund të falen namazin e taravis ma lehtë, apo edhe namazet tjera dhe aktivitetet që zhvillohen brenda në xhami. Edhe kjo diçka Elfet shumë e mirë se e bën xhamin një vend të këndshëm për fëmijët, përderisa e krijon këtë atmosferë me lodra, Padyshim që po, se në këtë mënyrë ruhet jo vetëm tradita e Ramazanit, por edhe lidhja e brezave në tri me fenë, gjuhën dhe kulturën tonë. Bravo, sinqerisht për punën. Xhamiat e shqiptarëve realisht në Zvicër, po edhe në krejt vende tjera, një rol jashtëzakonisht të madh po e luajnë vazhdimisht në lidhjen që shtati të brezave në mesvete, me vazhdu pjesën e gjuhës të traditës, dhe është diçka që na duhet me çmu, me vlerësu dhe me tentu me majt edhe me mbështet një farë forme. Padyshim që po, sepse në Zvicër unë shpesh e them se kur shkojna edhe na në vizita në Gjermani, Austri, që kemi familjar, dhe shpesh atje kom hasur pyetjen sa shumë aktivitete bën jo në Zvicër, mu s'pako, është mendimi ajo one çka e kum pa, unë Zvicër elhamdulillah dhe jena një numër i madh i teologëve dhe mualimësh, jena mbi numër më duket 40 dhe kjo është më duk, unë e tham shpesh edhe në mesin e kolegëve të mia që është edhe në begati që na ka dhënë Zoti. Jena një numër i madh i hoxhallarëve dhe teologëve këtu në Zvicër që shërbejna dhe elhamdulillah edhe numri i xhamiave gjithashtu është i madh. Elhamdulillah. Edhe gjithashtu mos ta harroj që numri i xhamatit elhamdulillah gjithashtu është, sidomos në këtë vit, por dhe viteve tjera, po PC pasi jena në këtë vit e tjeka që elhamdulillah çdo xhami është e mbushur për namazin e taravis. Zoti ju shpërbleft për kontributin, se realisht xhamati varet pak a shumë edhe prej atyne prisave një farë forme, prej mënyrës që ju udhëheqni ose qysh kontriboni, qysh punoni, qysh organizoni. Padyshim që po, se kjo është si që cika hoxhallarëve dhe teologëve edhe më përpara që kanë kontribu dhe vazhdojnë kontribojnë gjithherë për muslimanët në Zvicër. Elfeta, ka ndryshu kuptimi i agjerimit ose i Ramazanit
prej kohës kur ke shku atje? Padyshim se po. Çdo vit Ramazani ka sjell një ndryshim në jetën time. Nuk e di pse, por ndryshimet më të mëdha në jetën time kanë përjetuar në muajin e Ramazanit. Sot mundom ta përjetoj Ramazanin si një mundësi për ta forcuar edhe më shumë lidhjen time me Zotin. Gjithashtu, të bërit nën ka ndryshuar shumë gjëra për mua, sepse besoj se atmosfera e Ramazanit fillon spari në shtëpi dhe në familjet tona. Kemi edhe një kënd të vogël në shtëpi që zbukurojna për Ramazan në mënyrë që fëmijët ta përjetojnë atmosferën e këtij muaji që të vegjël. Po ashtu para çdo iftari lexojna një dua. Edhe si teologe, përjetimi jam i Ramazanit ka ndryshuar. Sidomos këtë vit kam pasur mundësinë të shkoj dhe të kontribuoj me ligjëratat e mia edhe jashtë vendit, domethënë jashtë kantonit me të cilën unë jetoj. Kjo më ka dhënë këtë vit edhe një përvojë, edhe një ndjenjë shumë të veçantë. Gjithashtu këtu ju falenderoj edhe kolegëve të mia të cilat ma kanë mundësuar që ta përjetoj një ndjenjë dhe ndjesi ndryshe që të kontribuoj me ligjëratat e mia edhe në xhamiat e tyre. Dhe kjo jo vetëm me mua, por këtu praktikohet kjo sidomos gjatë muajit të Ramazanit, teologët e thirrën njëra tjetrën nëpër xhamiat të tyre që të ndjehet atmosfera edhe më e mirë dhe xhamati të ketë një teologe tjetër, një ligjëruese tjetër, edhe kjo po na mundson që të njihemi edhe me shqiptarët e vendeve tjera. Unë për vete si prej Kosovë që jetoj, kur shkoj në për vende tjera dhe shoh xhamatin shumë edhe prej vendeve tjera, sidomos edhe ka bashkëpunimi me xhamatin nga ana e Maqedonisë, Shqipërisë, që padyshim edhe ajo ta jep një ndjesi dhe një kënaqësi në vete. Elfet, nashta ka gra apo vajza të cilat munden me dëgju këtë intervistë me ty, edhe nashta në këtë Ramazan ndihen të vetmune në një vend si Zvicra, a ki ndonjë mesazh për ato? Këshilloj çdo motër dhe nën që muajin e Ramazanit ta përjetoj para se gjithë në shtëpi, brenda familjes. Atmosfera e Ramazanit në familje me edukimin e fëmijëve, pikërisht ato ndërtohet ndjenja e Ramazanit dhe dashuria për fenë dhe brezat e ri. Unë për vete tham shpesh se ajo shkalla e parë dhe numri 1 është që atmosferën ta krijona na si nëna dhe motra brenda familjeve tona. Elhamdulillah, pothuajse në çdo vend ka xhami. Prandaj do ta këshilloja motra që ta kërkojnë dhe t'i frekuentojnë xhamit me aq sa kanë mundësi, sepse ajo është një lehtësim dhe një begati e madhe. Në xhami atmosfera e Ramazanit padyshim përjetohet ndryshe. Ndërsa në këto 10 ditë të fundit të Ramazanit, le ta shfrytëzojna sa më shumë me lutje, ibadet dhe adhurim tek Zoti. Këto ditë janë ditë të pshires, faljes dhe shpresës. Çdo njeri përballet me sprova, duhet të kujtoj se asnjë vështirësi nuk zgjat për gjithmonë. Dhe siç ka thënë Allahu xhaleshanuhu, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Prandaj të mundohemi që këto 10 ditë të fundit të Ramazanit të shfrytëzojna duke mbështetur më shumë tek Zoti xhaleshanuhu, të mos humbja e shpresës, sepse zemra kur i drejtohet Allah xhaleshanuhu me besim dhe bindje, padyshim që është një zemër më e qetë. Elfet, falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë kontribut që ofrove për shikuesit e RTI-s dhe shpresoj shumë që kur do që jeni në Kosovë keni me qenë edhe në studiot tona me na tregu për përvojën ma detajisht, dhe me thonë edhe nga afër për krejt këto aktivitetet edhe punën e madhe që jeni të e bua atje. Zoti ju të shpërbleft. Amin, inshallah, gjithashtu faleminderit për mundësinë e dhënë. Atëherë, selam aleikum, miru pafshim. Aleikum selam. Selam aleikum, shikues të dashur, miru pafshim në episodin e fundit, javës që vjen.